do më lejoni sot, sepse unë dua të flas vetëm për cilë zërin e tyre. Fjalët e asaj burrneshe të vërtet ishin të tilla. E ç'më duhet mua, tha, nëse e dënojnë, apo nëse paguan rishfete siç jemi parë, tha, poshtë e lartë, kur fëmin tim nuk ma kthen më dot askush. Dhe nëse flasim, tha, cili do që flet sot, tha, për ligj, mua ma shton dhimbjen më të madhe. Ai nuk ka ligj që duhet ta gjykoj, sepse një njeri i cili, tha, është përsëritës 5 herë, 3 herë është marrë patenta, 5 herë përsëritës, njerëz problematik në gjithë lagjen, i cili e kemi paralajmëruar, kjo nuk është thjesht një pakujdesi. Nëse do të ma merrte Zoti, nuk kam çfarë t'i bëj, por të vish ma marrësh në derën e shtëpisë, në trotuar, kjo është pa tolerueshme dhe më lejoni unë patjetër që jam pro ligjit dhe politika nëse do të kishte bërë ligje të mira, do kishte bërë zbatueshmërinë e ligjeve të mira, sot nuk do kishim vrasje të cilat i kemi parë, në 2 vite kemi parë 5 fëmijë.